Në përgjithësi, ka qenë ritmi i peshës, këto 3 vite që kam këtu, ideal. Edhe problemet që kanë patur fëmijët mbi peshë janë restauruar, janë rregulluar me një dietë të shëndetshme me bazë proteina, por edhe mikroelemente. Perimet e përditshme nuk kanë munguar këtu dhe frutat. Ushqehen 4 vakte, do me thënë 2 të plota dhe 2 mes vakte, në orën 10 dhe në orën 3 mbasdite, të cilat janë të kontrolluara edhe nga ana e vlerave nutricionale, shëndetësore, duke ja përshtatur këto probleme, këto nevoja, sipas individit, I japin dhe alternativë tjetër zgjidhje. Pra, për gjitha këto, unë kam qenë shumë e fokusuar në drejtim të ushqimit, e cila e reflekton tek pesha ideale. A jeni lidhur emocionalisht më shumë me ndonjë prej fëmijëve, si a dini që të ruani këtë balancë? Po, jo vetëm unë si mjeke, por edhe personeli që punon aktualisht, mësueset, krijohet vetë-vetiu ndjenja e empatisë për fëmijët, ata na përqafojnë, na dhurojnë buzëqeshje, na merr stetoskopin nga dora, teta thot, ose doktoresha, mos ma fut lugën te goja, vetëm të vënë dhe kushte, janë fëmijë shumë të zhvilluar, nëpërmjet komunikimit të përditshëm dhe ndetja në një kohë afatgjatë me fëmijën, ne testojmë anën psikoemocionale të tyre, zhvillimin, ecurinë. Në fillim thonë vetëm fjalët e para, mbas 6 muajsh fillon dhe flet me fjalime 2 fjalë, dhe kjo vërtet na emocionon shumë. Derisa kalojnë te grupi I kopshtit, që arrin të tregojnë histori të shkurtra dhe shprehin emocionet edhe me gjuhën e trupit.